Vjen ai tjetri ta foto, por janë fjalë vjetra, nuk i them unë mandej. Ti ka thonë në shtëpi baba ju ty i zyshi, ham kupton, janë fjalë vjetra që të vëlla. Mos i beso atij tjetrit pse thot kom fal, se ka pas njerëz që ja kanë fal dhe me gjakun e kanë shkuar ja kanë rras plum lulet ballit bandit tjetrin apo. Po tash ti akzosh me dalën mirë, mirë. Për shembull, temën e kom bë me shtasi kom bë me Gucci i kena shku te zona, janë në live, i kena shku si burra, ku kena shku me merre, a do ta tregu videon. Tash me video tash. I kena shku në zonë, i kena thënë dil jashtë, bisha kanë ora 2 mas ditës, na ka hap telefonin, ka thënë po ni sa dolje, çuna nuk dal jashtë, do thonë s'kam punë me ju. I kena thënë okay, s'na të kena i. A pse se ka me të pyet me kjo, domethënë, kur ti të shkon me rënjë, po duhet me pyet, apo vjen me tre apo do mos me tre. Jashtë vllata, unë kam bë temën, ti ke thënë te filan vend, unë të kam marrë në WhatsApp me kamerë, edhe do të kam thënë dil jashtë bish. Çfarë do tjetër ti? Me të ardhur deri shtëpisë. Vandet, Aroni kur ka shku me rre Rasimin, nuk ka shku me thënë Rasim, a dhe me të reja dhe me të falë. I ka të sutin e kres diri si ja ka shqit në gjak, edhe i ka thënë të shim njërë pafshim. Disa njerëz të shkajnë ty me rëpë me motra më përkrave. Unë s'kam mundësi, unë e kom deklarua, a mosëm njef kush për trem. Po të tanë dhe me në shkajnë më përkrave, sa veta? O vlla, ju që thani për shembull, ti që del e thuaj jam kështu jam ashtu, unë sa thon më në burr, sa më keni mua ka foli jam kështu. Unë në një temë nuk kam thënë as nuk jam kështu as nuk thjesht, i kam shoh njerëz që më kanë shoh, do burri, i kam shoh njerëz që më kanë cënuar, i kam shoh njerëz që më kanë bërë presion, i kam shoh njerëz që më kanë thënë do vit të rrajm, i kam shoh njerëz që do kanë thënë do të vrasim, shikesh më, çka kam bëu më shumë më burr. Mos kam thënë ja ushim jetën ose familjen njerëz që pa pikë lidhje o bish. Ku ke pa më një ka shoh njëri pa lidhje. Hajde ka. O vlla, ty të kanë shë për shembull se s'po i them emër, është ai si rrin Amerikë, që më ka shajt edhe mua bandit. Ty të ka shajt pa kur farfaje më bë. Ty të ka shajt për avdjen, si çai ke babati, mos i ke pa hëngër laknat. Çai ke babati. Si ta njerëz si të shajnë koti më ka thënë unë o bandit, se nis që shajnë ti përpara, s'kish janë një valla, si ki fen vet. O vlla, xhadan me mendje. Ai ka shajt bravo i qoftë. Aja i djarë që ka nëjë 15 vjetë në Amerika, aja nuk vjetë në Shqipëri. Nuk ka himë morë me talla, se aja janë psikopat me dosje bish. Aja janë tamam psikopat o bish. Tani, me pas aferët e rraje. Me bë me të rraj, me thënë bandit, jem ka ve filen vend, hajde rrajem, jem ka i li, dhe me thënë ka shtrej namaz më uri, ti vetëm kime më bam. Shështu kënë ka, se nuk jem ka të kupti. Ashtë e vërtet, më kanë shajt s'ta mua në internet të bish, më kanë shajt dhe tipa, pas më kanë vra babin e bish, asë lajnë, asë më kanë shnajtin, me himi i një, kënë qashtu si thuti me prishit e në temën për ta o bish. Se kupte e la. A do që të pagujnë 15.000 euro bish, 200.000 euro që shkojnë në Amerikë një gjëzë me vra Viktorin, në Amerikë. U bandit njerëzit shesin dhe shpi në burë dhe morin haku në burë. Po pse kanë gjënë që ka vra babin Marush, mu nuk ma ka vra babin e vla. As vlajn, i kom zhallë bish. As nuk më ka plagosën thik, as nuk më ka plagosën plum. Po u shtri thot duhet me ra, po tash ky është një ka po shaka më vlla, se ky është një katallit kështiritë të audienca, besoj unë. Por si po jo më vlla katallit. Po jo mos më vjen si fol seriozisht ky vlla, se ky si mas logjik si thot banditi, nëse njëri ka bërsh, duhet më ardhaj vetë me thon bandit, e lëm mas një javë se sot s'kam kohë vlla, po të vi ku dush ti, hajde fut me një 10 grushta, rrah mirë edhe po hiki. O bish, do më mend tash ti as vlla. Në internet më ka ngër bytha me orë moshtu. Më ka ngër bytha me fut ty live. Me fut mua. Po, si me të futi ty e dhata, nisaj. Po mos ke, o bandet, si me ty si pa ty, unë famën të e kam, vlla. E ka bëjnë mua bet e burë, e ka bëjnë mua bet. Pse për mu nuk e prishit e tjetëm, pëse më thu ti mua bandit, më shau mu me rap, ose të munar ushtë që i fësha rap. Nuk më ne prishim jetën një, pëse? Pëse me prishim jetën më mas të e kotë? Atër pse shamër vlla, se ti thu shaj, trim s'jam,
Konsrehi, çaj bie pra, I bie me kon Unë katalla. as nuk ta them se jam trim as jam trim. Thjesht po them unë nuk e prish jetën time, o bish për të shohme si ke bon ti, unë kom familje bish, kom në kom njerëz mbrapa që më këshyr me u kujdes për ta. Kom me kry familjen time, o bish. Çetso bish, po pse thotë ti shifsha sa njerëz shohin këtu ka shohin Krishtin më vëlla. Po shoh. Unë në jetë time se më ke shohit me të pas afër me të kap. E di me të kapa. Po s'tkapa, okej, bamo. Me di si ty ka afër me edhe të njeku, me të radhë. Po, edhe të njeku se më ke shohit. Unë dhe i ku trajnimi në lom. Bandit, pa të tregoj sinqert, Allah mos shaj njëri, thuj, unë bënej video, ose hidhej video, të bëhet virale, thuj, unë banditi, filan person, nga filan vend, o vlla, Ora ignorant, atë duket gjon i bravo si thoni Aronin. Unë i kam thonë Aronin me kujtem me Aron, stop. Sa jeni ko. Ora gjuna me modelin shafër, mos i thoni bravo Aronin, nuk është bravo bish. ja, Ka merr me unë kulturin e internetit. ja, unë i tham bravo. Nuk i tham me rrit menën e vorë. Unë tham realitetin, së unë jam i sinqert. Aj, kush e ka shaj, ka kokat kryet. Tashi, se pse tek, pse, nuk më intereson mu pse ka maj. Më intereson se I ka gjonat me fakte, vlla. E ka shajt, njani ka shku, ja ka zbut. Am Po, duke, o vlla, nuk më duket në i burr një madhe me shku njëri vetë dytë vetë tretë me rreth tek pull me mira nga mbrapa shkop në xhan, okay, ka marrë në vet bravo qof, po nuk ose më duket në xhan, wow. Në xhan trimnore, wow. Allah, ku ta vrasin babën çfarë shit e veten, shit push. Ku ta vrasin vllajin çfarë shit push. Ku gjyn me të vrarë ty çfarë shit push. a, dikush, nuk e di si me nën të bandet, se në është I ke dal I riti I shteti, I ke harru këto zakonet e vjetra si kanë pas gjyshnat e këto. Zakoni është me hime kanun ti, çka kanuni ka e shamja? Me që I përfull për kanun. Çka kanuni ka I shame? Jo, se më ka foli për kanon, jo më ka foli si malsori. Ma thuj ti mua, o që una çka kanuni ka me të shaj dikush, please. Unë nuk e di kanonin, unë e di si thonë malsori me të shah, kur e shah malsorin me non, ai ta në plum, me pas mundësi, me jarë mundësia. Tash ti thu me më shah s'ka problem, vetëm nëse më vret. Po tash nëse më vret, ti kur vrasin s'kisha bën mos, se t'ka vrat, ka hek qafe. O bish, hapi rrugën budallaj, o bish, se tam budallaj o bish. Nuk jo tonë budallaj, a di pse të shaj njerëzit bandit? Aja bore 20 vjeç thot hang shakarin në rasime midis 10.000 vetave s'ka ai budalla. Po ç'a duket ai nei burri fort? O bandit se na fute, Po ç'a burri duket ai? na fute një mal. Ai tjetra drogirash, pishëringa në Rom me të pushja apo dy ka bon boti për drogës fucking hell. Okej. A njefti një person, se s'po I thëmë emër, po e njofin. Që ka shajt filan person, edhe personi ka shkue edhe ja ka kokat kryet. S'po të kuptoj. Janë dy persona në TikTok. Është një person që ka shah filanin, se s'po flas me emra, se për shah. Ka shah filanin, filani ka shku ja kokat kryet. Pra nuk ja ka falë, si thuet ti. Nuk ja ka falë. Okej, mor, bravo të qoftë. Sepse malsorit shamen, lesa kena bërë, o bandit, nësë po flasim që bëjmë në TikTok, bërë, se na kena degeneru krejta bërë. Na po flasim si janë traditat jetën privatër. Gjopak, janë 1800 vjetë ashtu kam dhejnë gjëni pak. O bish, Aronin e kom pas shajt se më ka përmend nanin. Më ka marrë shembull nanin temin internet. E më kush ma përmend nanin, unë ja listën e dasmës ja shkërdaj. Nuk më intereso aje ti, o kush vinë jem o vlajem për nën temë, unë gjithë kull. Okej. Guqin e kom shajt po për të njëjtën gjë, se më ka përmend familjen e bish. Mos ma përmend. Ti mu nuk më thu tash I familjen, po më thu një farë mënyrë tjetër. Hajde, jo po, ati motër kam krahasit ti motër me vëllai kurva ashtu, e kam kupto. O bish. O bish, çan këto muhabete, o bish. Po valla, normal që do të shkojmë në Europë me motra, ata. Ti kam përmend familjen kot, ti kam marrë familjen time për shembull, familja ime nuk ka internet o bish. Ç'ka arsye se I kom shajt o bish? Pas si gjë tjetër.
Nuk kam shajt ka arru, edhe arru i thotë jem kira në qaf, jem është kam në qaf fare. As si kam ra ati, as si kam ra kukuj. Zero, mbot. Ky po tallet me ty, me mos po tallet, ky po flet çka mendon njerëz, çka mendon. Kur e ka bën mohabet ti valla let tallë, se po flasim seriozisht, s'kam fol kur më seriozisht çështë ty. Nga foli tamam si shok. Si me pas shok. Jo figur publike. Ale, don me hime bë mohabet, don me të gacmu, don me të ul, po nuk e pranojmë dot. Shtatën. O bish, unë të shajsh ty, tallma me ty. Gjithçysh. Po unë nuk ta kam përmend ndër familjen ty. Kupta. Ja, Familja është shtrajt. Banditi shamdon, normalisht se më bën meme, unë i gjën të keq e kam qenë, ai kam memet i kam shumë të këshia. Memet ma kanë prish mosh mua. Memet ma kanë prish mosh, se më kapin veç të shajt, nuk e kapin banditin ka foli fjalë tamam, i fjalë të mirë, i fjalë vetëm ka shaj, edhe memet mua ma kanë prish pak i mosh, po unë sot njerëz se më njohin në bish, shasim një kun live çdo natë, e din se kush jam unë Arush. I kam ka 2000 veta çdo natë Arush live, e din ta se kush jam unë, e din si çfarë djalë jam unë, e din a shaj këta shaj plot. O bandit, a mund ta bëjnë pyetje poshtë? A mund ta bëjnë pyetje? Se më bani kurioz që ajo video që bën e para live, si shite foton e atij edhe ishte ka bën gjestin. A kujton ti se me kon malsoraj, nuk ti shet ty trut në zallë? Ai me shit trut dikujt tjetër, jo mua, ka ku më shit trut, pra me ai. Jo, po them, me kon ai malsori vërtet, vetëm me shat gjest si ke bën ti sot. Ai ty ti hedh trut në zallë. Po ti rap te motra malsorët me thënë drejtën e bish, janë kanë burra para shumë kohësh o bish, po tash kanë vazhduar janë prish. Po pranoj po them pra. Po para me shku me vraj njëri në shaltar ka tonë shala me të vrau. Po pranoj po them pra, më mirë shalane nuk ja ku i kari. Po pse o Prish malësia, nuk ka më malësia më shërsi burrat e fol janë të dha Arush, a le s'ke kuptuar ti. ku janë? Janë dhaj. Ka sa dush hala po Po atër pse na shit një mend pra? Tjetri. Pse stuni o vlla, hajde një trim TikTok, bëjmë lojna, mos shana, fitojmë në lek, bëjmë gallatat, bëjmë dënime, po pi me gojë i ke vranë 100 vetë deri tash. Tjetri ka vrar 200, tjetri ka vrar edhe një 300 tjetri edhe një 400. Kështu që bëna mi. Unë shoh më mirë me kon çështu se me bën si ti. E me landit me thonë qif shagruën e me kesh, mu nuk më duhet burni. Ti e thu hajtë sa mirë për publikun, thu mos shaj, ti do ta qif shagruën në Arush, ti thu ha i kesh. Po bandet, mos fillo me ofendose, me budallën, sepse çka kam me të banë më vlla ty atje më vlla. Jo morjet për tjerë do bish. Pa këtë më shaj o bish, të qif shafisin o vlla, të qif sharracën, të qif sharracën. O bandit, në momentin që ti më shah, ja pritë burë, se si ka kuptuar, se si e fëmijë më burë, sa vjeç je, 20 vjeç je. 26 bëjmë për 17-18 ditë fiks. 26 ti me kanë tuk e mora, si thonë malsor duhet me pas djalin pak në 6 vjeç që tash. Okej, më valla, nuk e kam. Inshallah do Zoti ma fal. E tashi, o bandit, nëse ti më shah mu, pa të raun qaf, pa të ngacmu ty, nuk është se nuk e marrë fejnë unë, nuk e marrë turpin unë, o bandit, e merë ti. Ti, nuk e dhja, a ke kuptu as dën me kuptu. Okej, po ty as zhjet turpsi e Ja, si ti deshte me më fëndu mu që thaj ty të kanë sharë. E të kjene të kakesh, pa dhe me për publikun, për famë ti si ja ke këthyë, me u duk dhe me këburim një pra publikut. Shnajetin. O bandit, njërë shesim, unë e di se për kaj e ka thuti. Ajo është qa për kosa TikTokut, një në njerëzit më të gjenerum TikTokut, edhe ajo është njeri, e di me ka krazotaj. S'di që me thana, unë duhet me shesh, se unë duhet me konë në gjeni me shesh. Unë nuk shesh, unë me më praj, kush vësh me më përmen, vetëm me më përmen fjallin nën, për nënën tem, unë jashtë shira, vëlla. Listën e dalë më së qatë ketë. Ty? Po, vesh me më marë shajmull. Familje unë jashtë shira, jo ati, po kush dhe tjetë. Na, pas e pi, na ka rgjojnë frem kotë. I herë tha, pse me ju ban zjan, pse më shajmë, pse mas me më shaj, qërë problemi ka, ta shtu me më shaj, nuk e di, vëlla. S'kuptoj, o bandit. Ose ke pi, ose kom pi unë e di ti. Sa veshi e vladi? Se di as vedrë, se kur kom lejun nuk kom kanë registru. Në për zotën me të thënë drejt, në Arush je shumë djali mirë, po dhe gjana e të për shumë në internet.
Po pse më këtë e projmë robore? O bandit, në është Sa do mund t'jesh, ti unë duhet ty prapë. Sa do i kesh t'jesh, sa do ja, vari ka. sinqerisht, se në është se më kuptova prejmen, se në është i kjepi në i cingara në i gjalla. A di ku deshte, ku kisha mua betinën. Ma mirë, për shemull, nëse ti tregosh si sinqert dhe thua, o vlla, unë nuk mys njeri, nuk vras njeri, nuk jam qas si tremi, nuk jam trem o vlla, s'kom dalë në TikTok për treni, edhe njerëzit okej, të respektojmë për bandit, po jam e dalë me thanë, unë vras, unë baj, unë do me sta, unë do... Këta, a më kuptën, Allah, në fund, s'nodha si gjanë, këtu kisha fjallën, së... Ore, ku di kjo më talër, kjo një smunë, qa di kjo më unë, kjo është kokra budalës më unë. A përsërisht të keni ju. Rasi krytë zotë, je shumë i saktot. O bandit, Shef në u viktimioz para jush. Edhe bëni intrigë në gjanë si plak i vjetër. Valla, kjo me lujtë domina, valla. Po budalla të orë, me ikë me lujtë domina me plesh të lajës, mërë, i një ranë. Kanë ati neve mem. I ka lujtë domina. Me gjyshat e trapojës. me lujtë domina. Po, Po pse, a ti i riti? ti e bo me lujtë domina, mërë, me gjyshat e lajës. Të kanë mërë të shtë me ne. Te shlive ka domina, sabi, a tha jo 26 vjeç? Po. 29 vjeç, ka dalë Pandelimaj ka kërministër, o banditës. O banditës inteligenti im ti, 29 vjeç. Pandelimaj ka dalë kryeministër, ka drejtuar Shqipërinë. Pse i tho plak ti ati? Nuk e bën mosha inteligjencë. Shaj e kanë ka bon 26 vjeç, Harush, 25 vjeç, shaj e kanë ka bon. 26 vjeç. Ka bëj lash ndërtim të italiani, ka bëj katuni betonieri. Çfarë kur ka bëti? Që, ka folën me ty live. Nuk është turp. Po, zotën jam shumë i fiksu me ditë, votër plit. Jam shumë i fiksu me ditë, vllai, ku dreshin, të s'shdem me tu në Tiranë, vlla, për paktin për hatën e çati djalë bish. Në Tiranë. Po unë najë tani o 4 ditë në Tiranë, bandit edhe me nërë me thonë gjithë kajrash, me nërë me thonë era mot merdi. Tashi, am këshillën ti me shu djalin unë, ku shohesh mes vjera mot, kur të biesh në darkë gjumë të vjera mot, kur të delsh jashtë gjirët vjera mot, kur shkësh me pi kafe të vjera mot. Bajde se shështu pëna thëndot të tanë me te, vllanive. Je kanë thëndot 1800 vetave se jetojmë në Tiranë. Të më thonë e na muta për ty. Ti jetë në Tiranë. O bandit, nëse unë ja du dikujt keqen, unë lusë zotin që ai preson, të shkojnë edhe të kalojnë jetën e ti në Tiranë. Gjo shemull për ty se nuk është se të komfort të shok. Për ty, thëmë bandit vazhdoj jetëm në Tiranë. Qa din, tropoj, qa di ku kom rritu në vlla dhe mësuset nuk ta di tabelën e shumëzimit. Mësuset nuk din me thënë qa bërë, të gjabane. Allah, din isha ku ka shkolla atje në majtë monit, në s'ka rrugë, s'ka së në dhe zin me gatuoj ka mësojnë atë atje. Mësuset. Ta më këtë malë mërë, shë mësuset ku ka mësuset profesorat të tonë pjaneca dhe mdojnë e pinë, raki qa të ura, e qari bon tap, bëz shlirat e mundir, për qa shkolla këti atje, majtë monit, i s'ki rrugë. Po pse, në Tiranë janë inteligentë? Qa shkolla këti aty, Allah? Në Tiranë janë inteligentë, a? More as tropoj, as në kuks, as majt pugës, as kërkon bish. Po qa mësuse shka atje, më qa studimi ka atje më burë. Aty po i këtë shkolla bon zhull. Po tja jetë në Tiranë, vlla? Po të pak të në Tiranë bish janë njërës më të kulturë, unë gësh me grata më të nalë, ta shkollat janë më ekonomike, shtë gjë i ke më mirë në Tiranë bish. Prej tash, tash do të bëj zgorinën. Klevjo, a ka jetu në Tiranë? Po. Stresi, a jetë në Tiranë? Po. Kozaci, a jetë në Tiranë? Po. I kjenë jeti këta njerëz të na folë me kulturë në herë në jetën e tyne, ose të na dhanë në mësim inteligencë, vetëm kështu pisliqe, sharje, budalliqe, kjenë gjunë në herë ti këta që jetojnë në Tiranë? Se qa duken këta ty klevje, stresi, këzaku, ne bura me kanone, me kapela, qa duken të ty? Po ti tha, shu djallin Tiranë se të të bëti inteligente, vlla.
O vlla, s'po më duhen kryeplak, unë ti zona shembull vipat që kanë jetuar në Tiranë, ai ke pas sa me kulturë dalin në flasin. Kozaku është për familje për bukën e gojës e më shanë, do bish. Do lek Kozaku bish. Si për bukën e gojë, me hangër bukën Me kanë bukën bish. Klevioli shak, Klevioli është në stradin më burë. Ai isha s'ka bo më burë. Të thot kjo mërë, me hangër bukë duke sha miletin mërë, kush e ka shpikat punë, o bandet. Po pra, të shisha me të banë aty. Po pse ti do me fitu bukën në kurriz tjetrit duke sha tjetrin? Jo une. Jo ti mërë vlla, po flas përgjegjësire. Falë mirë pra, mos e po skuf. Po jo se ti kshu i ka thu, ti e ka thu, ata kanë sha për lek. Ata kanë sha për me majtë Po për familje. lek, po më për lek, edhe kanë rraj për lek. Po kur, pse, ora, ti me dal janin Tiranë me thanë bandit, ti e flishësir, ti e shpifësir, ti e qelbësir, ku di unë që thot ai. Edhe në fund ti thua pse kam thua ta thash për lek o burr, se do me fitu lek. Po më shumë bukur për lek. A ja fal ti tjetër, a? Pse që ka bërë profesion ky me shat tjetrin për lek? Po më. Profesion. Po. Po me Denis Biba ka shajt 2 vjet në internet këtu Denis Biba me rrëpë me motra, ka s'ka shajt, edhe mund të ferma VIP, fitoj fermin a VIP, fitoj çmimin e madh. A, po me dal me ti prej 2 vesh ai tjetri, çfarë thuti për lek? Kam të pre bish, çka kemi bën? Mrapa të zhburnosh vëlla. A, po pranaj pra mos i del zot gabimeve, mos thuj. Unë ka dal zot. Unë ka thënë Tirana është më mirë për biletesë, për fëmijët, për ekonomi, për çdo gjë është më mirë vëlla. Ora ku ka bën shkollën thot ky banditi, pse? Ky banditi kur thot njerëzve mos jetoni në Tropoj, se ky vet ka lënë në Tropoj vëlla, se s'ka lënë Angli banditi. S'ke lënë Londër. Aty s'ka rrugë fare. Shoku me pantoll doku. O, shoku me pantoll doku. Lesim ka thënë vetën e pa hajde me mos na Po ti që ka ti qa flet mëra. Aty në gjapak, sa shtëpia ke qalim shakuetin? Po s'janë mërë shtëpia kur një se më interesën mërla, po nuk mundën me thonën mos jetën atje se njerëzit janë marrë atje mëra. Ashtë si e këthy ka zhapi ka zëgjë, se s'di qa me bon, se s'ki i hutu o bish. E në këtë shamë, shosh, vesh, lule, nuk di ku je, nuk di shabon, shko në mal, me arusha, ha zhapi ka zhjo zëgjë, i hutu o bish. I hutu o Allah, se s'ki me ka vrej. Nuk di me bo diferencën mes inteligencës dhe malësojnë. Shkollimi, munges infrastrukture, po nuk u pleshnue, kanë qenë njerëz me inteligencë të lartë. U ban ti e prej se zona Lekbiba e të kap. Ti ki dialektin tënë vlla. Nuk ka fen se jam len puku. Nuk është fejem se kom leu në apri, po djallë, se më ka bon zoti. O bandit, ti ku ke leu vlla? Ja po Tropoja, ja po Burnia, ja po Leshë vlla. Folim nalun tem o bish ku ka O vlla, o burr, a ke len në Lekbibaj? Kom len majet malit vlla. Majet malit. Ti para se me len, e ke pa përësit linjen tonë, i ke pa thonë nënës, amon nën, nëse ke mundësi më së bën Lekbibaj, po bën. Nuk po them se më krenor kave une. Unë jam shumë krenor prej kave. E jam shumë krenor me fshatin tem, po unë s'jam krenor me kombin tonë që s'na ka rregullu vendin ku jetojmë. Po vlla, ti shë krenor vlla, pas shikoj me kohë. Kryeministri i Shqipërisë nuk na ka bën jetesën vend, nuk kena shopping center, nuk kena rrugë, nuk kena si gjë o bish. Unë s'po them ja se jam krenor. Vendi më i bukur më në gjithë Shqipëri. Tropoja vendi më i bukur më në këtë Shqipëri, me alpe, me ujë, me bukuri, me diell, me çdo gjë. Po s'ke gjë ku me tua aty o bish, nuk ke spital, nuk ke rrugë, nuk ke asnjë gjë o bish, nuk ke të armë aty o bish. Edhe duhet me ikë. Ti me do shopping center më jetë malit? Po pse jam? Po kuj merr lek më shopping center se ti s'ke lek në xhep? Atje njerëzit s'kan lek. Ç'a duhet shopping center më e malit? Ç'a do blesh? Dëshë zdin ti më shkon në supermarket.
A bish, unë po thom për djalin tonë, se janë djali i vogël, sa vjeç e ke djalin çfarë zoti? 5 vjeç. Djali jot ka nevojë për zhvillim vëlla. Jo me ty ka çet ty ka zhuar dhuca çdo ditë. Ka babo! Ka be babo! O budalla! Po kesh ju zhvillim Ti shpinë. Ka gjetë mali. O bandit, nëse ti inteligent, ti kesh ju zhvillim ti vëlla. Më thuaj ti mu, kesh ju zhvillim ti. Në Tiranë zhvillohesh vëlla, në Tiranë zhvillohesh deshte. Ke shkollën, ke shok, ke lokale, ke çdo gjë, më shumë. Edi, zhvillohesh në Tiranë, por sa më shumë. O, sham ka një pyetje me ta ban veç munove përgjigju tash. Po për zotin çat dojnë. Që është një pyetje pak si rënd, po më duhet me e bën. Tash për me ta thonë ty se në Tiranë zhvillohesh. Qaj arditi si kanë dhënë tonë mediat, ka shenë prej lekbiba është bandit. Po. Qaj arditi që djalëri si ka me turinat. Shon shtaj më se nuk e njeh. Po, është një ardit ka shenë prej shanej, prej afër fshatit tonë. Edhe? Ka gjetë vdekjen me turinat e Tiranës. Tashi, ardit gjoklaj, brava, ti thua se ai ka Tashi, çfarë krahasimi më bën më burr, si thon njëri zhvillohet në Tiranë më burr. Gjithë ka djali ujë vëlla, a ka dek shaj djala? Po më burr, me turinat, pyete Erion Velina kanë akuzuar edhe partit krejt për se ka pas fejnë bashkia, domethënë se ka kesh trajtuar fëmijët, tu i shu fëmijët ty dhon ka 5000 lekë në ditë. A më kupton, ti thua tash zhvillim është me shku djalë jam. Çtidhe ka ajo është. Si s'ka lidhje Allah, ti e ka thënë me shku djalë jam. Tiranën ka thënë për Tiranën, ka folën për spitali, ka folën për rrugë, ka folën për çdo gjë, bish ti më thon merr mua shembull. Po është drita e djalit ujëre. O vlla, ti e ka thënë djalin me shu në Tiranë, me shu me bashku kanashe. Si më kanashe ke punë në Tiranë sa dush o bish. Po çfarë punë ke në Tiranë, vlla, se në Tiranë hin punë herë me shoqnin radh parë. Në shtet. Duhet me njoft njëri, duhet me njoft njerëz. Si do ka puna më mirë, është më mirë se në malet tropojës, në malet kuksit dhe malet pukse, si do t'jetë më mirë, është më mirë Tirana se çfarë. Okej. Më mirë Tirana, për jetesë, për me chill, për me dalë, për me hyje, për me bë muhabet. Për çdo gjë është më mirë Tirana. Po, kjo është njëri inteligjent. Po, se tash i zon shemb se ti si e martua bandit. Jo. Ti shej martu ti zëm shembull vëlla. Ka jetë në Tiranë, shagron ti në fabrikë puca ku janë helmet më të mëdha, si maksimumi. Po vëlla për bukë negojë. Do të shkoj për bukë negojë, sa bish të më ladhe banjë. Nuk është marrë për bukë negojë, kur s'ke bukë. Çfarë kuptoj ti? Marrë më vëlla. Sipas doktorat, kush punon në fabrikë pucave, jetën maksimumi jetën e gjatë mund shkojnë deri në 50 vjet. Sepse aty ka acide, ka helme, ka gjana. Tashi, a më mirë, gruaja jote me konë kam... Zon shembull gruaja jote ose një mansori, se ti si mërdu. Më mirë me konë ka mjell kopshtin, ka ha domatet fresta, a më kuptën ka ha gjona bio, a me shku në fabrikë puca me pastru pucat e A di pra se historikisht e jetë më përpara njerëz në fshatra tona, pra e ka vim na kanë dek 45 vjeç, 50 vjeç ata tam. Njerëz, i gjyshi jam se është më i ri në çato brezë që thotë ka dek 99 vjeç jo bandit. Edhe ka pas gjyshi jam ka. Jo ka dek ka 60. Jo bandit se ti s'kupton. Gjyshi jam, se në është i gjyshi jote një gjyshin tëm, se nuk janë larg. Edhe baba jot në është një, se di sa vjeç janë. Gjyshi jam të kalzoj, ka 99 vjet ka pas. Ka dek njerëz që kanë dek edhe prej temperaturës se s'kan spital më burr. Ai në interesisht ato unë më burr. Jo bandit se si ka disha flet. Gjysh jam ka... Por ke njerëz në Tiranë që kanë jetu 102 vjeç arush. E një njerëz që ka kapishin veshin gjyshat e mi si nga ana mam se janë kanë 90 vjeç atë dy. E janë gjallë, kanë në Tiranë qysh 92-shin. Çka këtë folti mua. Ishin 102 vjeç. Ishin 2 vjeç në Tiranë. Po në gjysh më në bish. Çfarë fleti më vot? Në Tiranë pra, sa dy. Tash po të kuptona, çka kanë apo krasa tani. O zoti sipër se ta çakto ditën e vdekjes o bish. A zoti ta cakton. Ja domatet tua si ju lidh në kokë. Ja, zoti nuk ta cakton vdekjen. Zoti ka fal, ka thon rri gati veti. Inteligjencën ta komdhon, mendën ta komdhon, sutin e kres ta komdhon, durt ti komdhon, nuk rri zoti masteje se nuk është zoti masteje me të naj se nuk është robot.
me komandu ti Zotin, hajde herë se më ka shkoj që atje, qysh m'ja ba me dalë që atje, qysh m'ja ba Zotit, ka fali herë edhe nuk merret fort me ty, e vlla. Ti ka fal, ta ka shkujt edhe jetën e këtë shkujt me den fund. Nuk më leme ta shpjego bandit, gjyshi jem, ka rënu 99 vjeç, ka pas 7 dashnore, hec na tha 3 orë gjys kam me shku me afoti herë dashnores. 3 orë gjys kam. Ti a mund hes 3 orë gjys kam me shku me ras njënës? Po tash, të eshe ti e fare keqe tash, s'kom sa të bëjmë si ti fare keqe. Jem mërë vlla fare keqe, janë konton që ashtu. Je fare keqe, jeni ma njëmë të më dhe pasi në gjatë. A mund hes mërë 3 orë gjys me shku me kapi dashnore, a mund hes ti usha? Po bish mu fiksu edhe 2 motorit si. Në kam. Po në kamë. Po kur shkësh atje e i maru, më djallë? Hani më jafë zhumë, rej me ta në ditën tjetër. Po ti e i maru më se pin duhane, pin asoje, pin rakije, pin alkohole, pin... Qyre ftyrën teme si jam 50 vjeç, qyre ftyrën tënde 26 vjeç. Ftyra jote është mes betë se jemja, sepse shife, ha? Afro. Jo, o veç në thë shakrye, se s'kom që shkoj ma, veç në desh me thë ekranin. Afro, shështë të afro. Ha. Afro, atë. Leta, mos e pëqyrë sot dhe se më kara gripi mua. Po. O, biba. Ha, shef, o bandit, thot njerëzit ma i ri dukesh ti thot, se ky. Po për zolli nuk dukesh, pra. Më kara, hi, edhe nati. Si më arush, ha më arusheve, musheve vetë, arush, unë jam i njohë. Shë i? Të vazhdu ka pjekë, e pjekë. Je i njohë ti. Po pse ashtë sëjtë e balit afro? Ma pjekë kjo, tip këtë si tash më ka vazhdu të ka plakën tash, e ka plakën. Pse mos është marrë mu plak? Më rap shpje me konë si njerëzit, e vetë me atë mënyrë që mund me të pa ty, në ku shkoj shumë banë, jem ulesh aty, tak, hap telefonin me të pa ty. Ti, kur shkojnë në baja, du të me shku njerëzit në baja, se s'kuptohet. Edhe njerëzit si të njekun ty, po vesh në banë me të njekë, se avle mo. E me të njekë ty, ku du të më najë? Me të najë në zyra, me kokain, me bar, të pi viza, të shi kurva, me 5 pila ndonë, qështu? O bandit, sa andrat bukre po pashërë? Ta pak dhe në banje, ta kam shoshura. Bandit, a i shpesh që të andra? E minutë sa shka dhe në banje, se me shku dhe në banje, arru shtasht. Shka dhe ju, shka. Me është pi bëllë ka jama që tjere. Me dhe. Në shkët, në edhe të në këtë shmet. Arush. Aje i gjegas të arush. Po kuja kishë ditë qatë foto banditërë? Aje i gjegas tash. Ora, ka primena ka talet kema. Arush, kurin kjo thot, nuk e di unë kurin kjo ma burë, se kjo nuk të regon kurin kjo. Aje gjegas të arush, përsa për bajën time. O bandit, A keshe të konë të në mos i kalamaj, të shqit foto aty, e të mëllin edhe lajfin, të shkovla nësi e trim, hike, theja, kokatja kryt me shkop. Kop. Kush e mërit të shkopin jeti në ndërmët partë? Unë. Po pse unë, a kom dalun të të shahaj, bandit. Si e mëritaj ti pari e mërita, shkopin kajs. Para ti. Po. Ska bole me shku, por ta besoj rëpt, se me pas bole shkon, nuk del foto atë.
Sa besë marrë, sa besë nga marrësh. Pandit, çdo gjë bëhet me lek. Edhe me kon fund bëhet se tjetri ka me lek. Paguaj tjetrin në borë. Mos thuj sun shkoj, mos thuj nuk muj e vlla. Nuk muj, nuk jam njëri për atë punë thuj. Pranoj e vlla. Pse s'bën original? Pse E kam punë, unë të një ty komplet. Ti edhe i tipi që është mjeshtu, sa të bën sot me merë glavin, haqë që se po shes babin në kamer, thua. E shet babin në kamer me bombame be babin, hemër babi, thua. Po si më rëburë shku t'i vendi, edhe nuk vetëm për audiencë, pse s'bën shëril? Me hesh maskën. ata thëmi gjatë sinqert. Edhe të betom, se ti je njëri, o vlla, ti nuk e di sa vete ke live, ti si meriton me të një kush, o vlla. Ti si meriton. Sa veta thu mund t'jem live, masë se meritaj? Ora, mund të kesh 10.000, si më interesant, se s'kam konkurrencë me ty, o vlla. Problemi ja, kur kom dal me baben, unë kom dal sepse unë baben e kom pas, nuk më një them babë se hik në banja ti se më ka hiu live, o bandit. Nuk e kom përdorur në baben për audiencë kur. Unë kom shku në Tiranë me vizitu baben, kena marrë një shtëpi me qira, edhe kena pas njëtin divan. Edhe nuk më një thash o babës tash 90 vjeç, o bandit, se ti s'ke logjik kur flet e vlla. Nuk më një thash o babës, i këti bab tash e ne më shef diku se unë s'du me hi live me ty, sepse me hi unë live me baben nuk e kom përtur, po bandit, se baba jam, unë e kom babë. A kuptove ti? As ti, as kërkush. Majte, që tash i saj, që s'di që e ka thua, vla, shash ma shtu si, unë e di mirë, që lë shtëll fush aty zoti. Unë e di mirë. O bandit, se ti s'di që flet. Kur kom hi unë live, ditën e parë me baben, unë kom shenë Tiranë shtëpi, huj me qira. Pra baba jem kom shenë një dhomë me ta. Nuk mu një thëmu babës tem. Unë e kom krenari me babën.